Ministria e Punëve të Jashtme vazhdon të hesht në pyetje nëse i kanë dhënë pasaport diplomatike ish drejtorit të DSK-s Sasha Mjalkov. Nga kabineti i ministrit Nikola Popovski as nuk e mohojnë e as nuk e konfirmojnë informatën e publikuar në media. Vendimi i MPJ-s që të hesht për këtë çështje vjen pasi portali Libertas publikoi një fotokopje të pasaportës diplomatike të Mjalkovit. Ky dokument u lëshohet funksionarëve aktual dhe atë para së gjithash deputetëve, përfaqësuesve të autoriteteve më të larta shtetërore dhe diplomatëve nga Ministria e Jashtme. Sasha Mjalkov nga ana tjetër sipas portalit ka marrë pasaportën diplomatike më 29 shtator të këtij viti edhe atë si ekspert. Kjo vjen 3 muaj e gjysmë pasi dha dorëheqje nga posti i drejtorit të DSK-s, ndërsa nuk dihet nëse Mjalkov është angazhuar në ndonjë institucion tjetër. Për dhënien dhe avantazhet të posedohet pasaport diplomatike për Alsatm, sot foli kreu i sindikatës së MPJ-s, Sashko Todorovski. Ai në emisionin 360 gradë tha se posedimi i një dokumenti të tillë në Maqedoni është më shumë një çështje prestigji në kontekst të faktit se kundër Mjalkovit ka disa padi penale mbi aferën e përgjimit. Todorovski shpjegoi se të posedosh një pasaport diplomatike nuk do të thotë se mbajtësi nuk mund të dënohet për veprimtari të paligjshme, por kjo pasaport ofron një avantazh kur kalon kontrollet në pikat kufitare. Вашиот дипломатски багаж се трга на страна, дури не се ни поминува под рентгенски преглед, да не зборам за физички преглед. Значи теоретски практично можете да пренесете што сакате. Се и се што. И затоа е можеби овој случај со господинот Мjalkov дотолку потежок. Pavarësisht nga ky rast, Alsatm në fund të gushtit e kërkoi numrin e personave që kanë pasaporta diplomatike dhe zyrtare. Përveç të dhënave të përmbledhura, kërkuam një listë të bartësve të këtyre dokumenteve, por edhe në çfarë baze janë lëshuar. Edhe pse kaloi afati ligjor prej 30 ditësh, kur duhej të merrnin përgjigje nga MPJ, nuk dhanë ende asnjë informacion.